Pak e vështirë, por... E vështirë. merituar sipas jush? E vështirë. Po tjetër që e meritum edhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i la me Ignatius çarkullimin e topit. U rujt në mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum, kjo është gjë që më gëzon, dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Është një lloj konfirmimi profesor kjo fitore me Ignatian për vazhdimsi. Se atë mu më gëzon fakti që lojtarët e damtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thashë janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vinë nga dëmtimet, po marrin gjendjen, nuk duhet i sforcojmë t'i fusim para kohët në lojë, sepse mandej dëmtona shumë. Sa rëndësishme është edhe në aspektin psikologjik, profesor, kjo fitore ndaj Ignatius, duke qenë se keni dëshmuar superioritet në 3 sfidat, në këtë kundërshtar që mund ta keni sërish kundërshtar në final. Jo, ne faktikisht me kundërshtar direkt kemi pas jemi më nelt, si do them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash shumë e rëndësishme është kthimi lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojët dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë, janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ato do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Për të pikë sa pamë edhe një rithim uriet, agresiviteti, dëshirët të lojtarët për fitu. Në këtë agresivitet, dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Por thash, gjendja fizike, mas damtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bua, sepse mendja dhe forca janë 2 gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bërë një gjë të tillë kur gjendja fizike mungon atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe lufta e djemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, me gjitha të dëmtimet që kishim, tash s'na merret gjatë të rikuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Patet pak sa ndryshime në emrat e formacionit, Bismarck nga minuta e parë, Kastrati e nisi nga Stoli. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithsecili për me himi lujt nga fillimi dhe vehem vështirësi, unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë dhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vënë vështirësi kemë fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush luan, kush nuk luan, por të rëndësishme e kanë kush fiton ndeshje. Apo e shikon skuadra mundsinë për të ndërhyrë në merkato? Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhënë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këtë ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do nga data 20-21-22 presim një lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë në lojtar që na shërben. Çfarë pati profesor? Po tash me thonë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fush sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do të na kishte bë mirë. Dhe diçka tjetër, kolegu juve të Anjera Ignatius Tetova pati ankesa për gjykimin. Cili është komendi juve? Se di, nuk e kam ni, unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit, janë bërë mod të shtisoj e humim. Unë s'po është një gjë që mundëm i thanë Albir Biles, nuk e di, e ka gjyku ashtu, unë ta kanë me po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshja radhës? Ndeshja e fort, mas 4 ditëve, lusim kundër Dinamos, ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është një pikë mas nesh, por mundet nesër me barazum, me fitu, mund t'jena prep atë ty, jena 2 rival direkt që luftojnë për trofe, do jetë ndeshje e fort, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashkum,
ashtu do të shkojmë edhe në Tiranë, mandej Zoti e din si më loja. Faleminderit. Faleminderit.